Ai është kështu, s'ka fare fizionomi kështu nga Ballkani ku ka jetuar, po është. Po edhe kështu i bardh fare nuk më duket, po. Ë? Sigurisht i zeshkët? Apo është fotoja e vjetër? Është foto, janë shumë tjetra këta. Foto tjetër. Mendova se mos ishte Tatiana ajo. Jo. Ky është Aleksandri. Po, ky është Aleksandri, këtu është me uniformë ushtarake, këtu është gjatë luftës parë botërore. Jo, këtu më gjan fiks rus mua ai. Ai që nga që nga i bardh kështu, edhe bjond, ë? Bjond ishte? Jo, bjond jo, nuk ka qenë bjond. Pak mustaqe kështu, alla Charlie Chaplin të asaj kohe, ë? Këtu është lufta parë botërore ku në Rusi? Këtu janë në front, sepse ai mas i mbaroi shkollën, doli direkt në front, pastaj shkoi në Shën Petersburg, bëri shkollën për ushtarak pastaj atje për një vit. U graduan, mori gradën e togjerit. Dhe pastaj në front në kufi me Austro-Hungarinë, sepse luftën biles me gjermanët e kishin luftën shumë. Po, dhe këtu është në front. Çfarë ishte ushtar, kishte grad? Ishte oficer i kavalerisë dragonave u qunin, kishte emërtim. Po, kavalerisë dragon. Si një foto me Jo, nuk kam. Po, foto tjetër? Këto janë fotot që na kanë ngel në fakt sepse këtu. Këtu është mosh tyr, është shumë afër, është e vitit 67, një gjë e tillë. Aleksandri. Ky është Aleksandri, ndërsa kjo është një mikesha vet, e cila është por ruse, Pavlina Vuksani, por ruse që është martuar me një shqiptar, ruse e bardhë edhe kjo. E nga i komiteti që the? Po, dhe janë njohur në Greqi. Edhe me këtë në Greqi? Po, sepse bashkëshorti i Pavlinës, Vuksanit, ishte kapiten anije. Dhe u martuan dhe erdhën në Shqipëri. Pastaj në 44-ën. Qartë. Foto tjetër? Po patën marrëdhënie domosdoshmë derisa vdiqën, domosdoshmë edhe me vajzën e kësaj, po me vajzën e kësaj që është gjallë. Akoma. Vajza e kësaj? Po, Paulinës, po është në Greqi sot. Po, foto tjetër? Tani, mi shpjego pak këto foto që janë bashkë. Në fillim, këtu është gjyshja ime. Ajo, atje një grua me një vajzë. Po, gjyshja ime. Jo, priti, themi kështu me emrën e. Kush? Svetlana. Do dhe në Svetlana, vajza Aleksandr Podolskit, me maman e vetë, Tatjanën, nuk e di qa viti mund tjetë. Do dhe Tatjana është gruaja, e Aleksandrit. Dhe Svetlana e bia. Që është gjyshja jote? Gjyshja ime, po. E me pas gjyshen me emrin Svetlana ti dhe thua s'ndjen fare Ukrainas? S'ke nde fare kështu gjak? Jo, unë mund ta kem gjak, po... S'ke, ashtu fare? Nuk është se kam në jo, më vje shumë i që ndjesh me 100% shqiptarë se sa ndjesh një... Do shta e kam nga gjyshi, nga Liu. Nga Liu. Po kjo këtu? Atëre, këtu janë në një, kam pas një shtëpi në malin e Dajtit që shkonin në verë për verim, nga që ka qenë shumë vapë. Pas ka jetu mirë, Aleksandr Podolski? Po, kam pas jetë relativisht mirë. Këtu në vitet 30? Po, vitet 30, du tjetë 37, 38. Po, aty është Svetlana? Po, Svetlana është. Minqë? Prap në Dajt? Po, Ndajt. Ndajt, e? Këto janë Ndajt. Kurse këtu... Atë shpinë Ndajt, kush e ka tani? Se di. Di që kam pas edhe një shtëpi tjetër po në Berat, domethënë një fshat Beratit. Po. Biles patoj kam dhe letrat që kishe bë para noterit Stërgjyshi, që ja lente Stërgjyshës në rast se ndodhte çdo lloj gjoje që mund ndodhte. Po që nuk ekziston sot. Shtëpi nuk ekziston? Jo. Një fshat Beratit. Që ai shkonte për shkak të punës vet, si inxhinier, shkonte tek... E më pas ka jetu mirë, më? Po, foto tjetër? Ka jetu mirë, po, ja. Tu është prap Tatjana? Jo, Svetlana gjyshja ime. Svetlana me Tatjana? Po. Do dhënë vajzë e nën? Po. Me macën aty sipër, i ka dash shumë. Kafshet. Shtëpi verimi ishte kjo? Po, shtëpi verimi, biles patën bo, se e ka përmend dhe ato shkrimet e veta, patën bo një tip teleferiku. Nuk e di qoftë se e ke has atë kohë, kone zogut është bo një tip teleferiku. Për Ndajt? Po, për Ndajt që shërbente për mallërat. A jo për njerëz? Po, u përdorte edhe për njerëz, po nuk është se ishte u shërbente... Kush e kishte bërë teleferiku? Stërgjyshim, inxhinieri. Çfarë thua? Bashkë me një rus tjetër, po. Do të thënë në vitet 30 kishte teleferik për Ndajt? Po, ka qenë teleferik, po jo teleferik si ky sotmi, normalisht, po. Dhe ata shkonin me teleferik atje? Po, shkonin atje dhe kalonin kohën e nxehtë verës. Keni foto teleferikut?
S'ke. Okej. Kam sepse edhe këto që kanë ngel, këto janë rujt, po pjesa tjetër thash janë. Do flasim për atë. Foto tjetër? Ky është Aleksandri. Po, këtu janë Durrës. Ore, ti si ngjan fare ti? Ai gjatë saj, ai duhet 1.85 i gjatë ti. Mirë rus. Ti 1.65 kështu bashkë me mua këtu. Po rus, po pra rus po s'ka asnjë gen. Ati është Tatiana me Svetlana. Po, në plazh Durrësit. Ore, po të tre këta sikur s'po i shoh, apo kemi foto të tre? Jo, kanë, duhet të kenë. Duhet të kemi foto. Foto. Këtu janë plazhet Durrësit. Po, nuk kishin si të bënin foto të tre, se njëri duhet të mante aparatin. Sepse ai ka pas një aparat edhe do gjithë fotot që janë bërë, dhe mas daljes nga burgu që i ka bë babai tim kur janë qenë të vegjël, i kanë bërë nëpërmjet aparatit që mante Aleksandri, ka pas një aparat. Do thënë ideja që nuk kalon ndonjëri aty Po ja, do shohësh foto. Do shohësh foto të tjera që plazhi është bosh komplet. Okej, ku në Durrës tu e dallon fiks vendin? Ktu janë te kabinat e plazhit që kanë qenë në kohën e zogut që vinin për pushime. Po pra, do të thënë ato gabina që ndruan në kohën e Enverit, edhe ato vilat. Po, janë të njëjta. Tek ato vilat. Nuk e thot njëri këtë. E kujton gjithë njerëzit se bën, se unë kam bërë plazhet, unë shkoj vit për vit vija nga Çorovota në ato kabina. Kanë ngel pak ndërtesa, shumë pak ndoshta. Ato vilat e 2-3 vila ndoshta kanë ngel. Ato janë bler me kështu me flori. I ka shit shteti dhe i blen njerëzit për qëllime pushimi. Dhe pastaj prapë e mori shteti. Ja, mori shteti dhe alla prapë mas... Ja, ka dhënë, i kanë marrë? Po, i kanë marrë, sepse emrat i kanë pas. I kanë marrë, po, foto tjetër. Masën më të madhe, po. Pastaj problematika pronat kanë sa dush. Tani, po, mirë me mëra, ati Aleksandri? Po, ati është Aleksandri. Ati është një punishte. Ku? Në Tiranë. Po? Një kantierë punimi që merrte, sepse ai bonte edhe punë, përveç të punëve publike, për shembull ura dhe urën e Milotit ka qenë, në urën e Milotit ka qenë. Si inxhinier? Si inxhinier. Po? Bonte edhe punë private për njerëz për shtëpia, për shembull. Çfarë bonte? Për shembull, përmend në shtëpinë një objekt familjeve Laca dhe Kaceli. Tiranë. Në Tiranë tek Kaceli afër Saatit. Saatit, bravo. E ka zbatuar ai si projekt. Po. Atë godin. Po, si godin. Po, atje është Svetlana me? Svetlana me një, po, fëmijë rus të shoqërisë. Ore, paska pas komunitet rus këtu në Shqipëri që vitet 30 dhe ka sepse dhe mbanin shumë njëri tjetrin. E mbanin sepse ishin një vend huj, gjua, traditat, kultura. Pavarësisht se këta u nuk ishte komunist që ta shpjegoj. Jo. E ishte kundër bolshevikëve. Ai ishte antikomunist. Ishte antikomunist. Antikomunist. Anti-Lenin, anti-Stalin. Ajo do në tregon dhe vetë që ata e detyruan që të lente atë dheun e vetë, se normalisht ai nuk është se kishte dëshirë. Këtu me kë është? Atëherë këtu është gjyshja ime dhe këto janë dy rusë tjerë të. Do të thënë kjo është Svetlana. Po, Svetlana. Nuk është janë miq të babait. Po, miq të babait. Të babait saj. Po aty ndajt? Dhe aty po ndajt. Aty duhet të jenë të tre ata? Sigurisht quaj Aleksandrin atje, do të thënë është një siluet. Svetlana dhe Tatiana. Po. Në dajt gjithmonë, ë? Në dajt. Çfarë ato pemë të hedhura shumë? Se di. Po sepse prenin pemët për dru dhe i sillnin në Tiranë që e pse i prisin këta, ha? Kishin shoqëri, për shembull Aleksandri, se unë kam gjetë dokument në arkiv të shtetit, në kohën e Italisë, kishte marrë një koncesion në zonën e Mamurrasit. Për të predru? Për të shfrytzuar, po, si personale, për vetë? Për personale dhe i pagonte shtetit. Po, i pagonte shtetit dhe kishte një problem me banorët e zonës atje që dilnin për shembull i rëmbenin veglat e punës. Ja vidhin. Po ja villnin, kërcononin punonjësit. Në Mamurras. Në Mamurras, a? Foto tjetër? Këtu tani. Aleksandri? Po, Aleksandri me... Se më gjanë ndryshë aty. Me të bijën. Me gjyshen time. Me Svetlanën. Po, Svetlanën. Do dhe me Svetlana ishte gjyshe e jo. Do dhe vajza e Aleksandrit dhe vajza e Tatjanës. Po atje? Atëherë është gjyshja ime. Kjo ishte gjyshja kush? Prit. Gruaja një. Tatjana. Gruaja ishte një zonjë që nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Gjyshja jote është ajo atje. Po me masën. Po dhe po kjo këti? Dhe kjo nuk ka lidhje domon me gjyshën. Rusë ty. Po Rusë. Po ta paskam pushtuar. Ku janë Tiranë?
Jo, jam po ndajt, po ta shohësh se është blogu që unë kam marrë, ishte blogu, do të thotë fotot që kam sjell, ka një blogu, shumica fotove janë shkruar. Po këtu, Macja po peshohet. Macën e kam peshuar, është gjysmë kile Macja. Gjysmë kile, 500 gram.